Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Ja kur I takojmë së bashku me ofertën e ditës në vendin ku ju njiheni me resortet të cilat bëhen kështu shtëpia e pushimeve tuaja. E pa diskutim që Antalya mbetet një dhe e vetme sa I takon pushimeve të verës dhe unë kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Isulianën nga Vastur, e cila hera herës pa diskutim na sjell jo vetëm ofertat promocionale dhe më të fundit, por gjithashtu edhe të gjithë informacionin që na duhet nga ky destinacion. Mirë se erdhe. Mirë se ju rigjej sërish. Kënaqësi për ne të kemi në studio, kësaj herë për të folur për Antalya si një nga destinacionet që nuk njeh asnjë kompetitor në treg sa I takon pushimeve të verës, se temperaturat besoj janë nxehur mjaftueshëm për të menduar për të rezervuar pushimet, kështu që më thuaj si është situata deri më tani. Kënaqësi dhe për mua të jem sërish me ju dhe normalisht të prezantojmë destinacionin kryefjalë të pushimeve verore për të gjithë klientelën tonë. Normalisht temperaturat janë ideale, që nga muaj prill po themi e tashmë që jemi zyrtarisht në nisje të sezonit, në fillim sezoni, Antalya padyshim ofron temperatura maksimale dhe optimale për të gjithë ata që zgjedhin të bëjmë po themi pushime të hershme, pra ta nisin verën pak më herët se të tjerët, sepse normalisht kanë kondicionet e punës, dikush nga shkolla apo kushtet të përgjithshme familjare, kështu që Antalya për këtë arsye dhe për shumë arsye të tjera thelbësore vazhdon të mbetet ai destinacion veror I cili me të vërtet nuk njeh konkurrent deri më tani. Kështu që ne jemi padyshim shumë të lumtur që jemi në front të parë me klientët, duke marrë dhe duke punuar patjetër kërkesat që vijnë për Antalya. Të sezon jam edhe më entuziasmuar për arsye se shportës hoteleve të Vastur patjetër janë shtuar hotele dhe produkte të cilat edhe nga inspektimet tona janë hotele dhe produkte nga të cilat klientët padyshim do të mbeten jo vetëm të kënaqur, por unë e them me plot bindje do të rikthehen për pushimet e tyre aty. E në fakt nisur nga inspektimet të cilat ne patëm mundësinë që t'i bënim përpara disa javësh, ishte me rëndësi të theksojmë që në shumë prej resorteve që ne shkuam, tani më janë mësuar me tregun shqiptar dhe janë mësuar me klientelën dhe me miqtë e tyre shqiptarë që I vizitojnë dhe I besojnë pushimet e tyre dhe duket sikur deri diku njohin edhe çfarë pëlqejnë dhe çfarë kërkojnë më së shumti, e me sa duket edhe në këtë sezon janë bërë gati për të mikpritur secilën prej familjeve që do të shkojnë dhe t'i vizitojnë. Por nga ana tjetër, edhe pse në fakt fluturimet dhe gjithashtu destinacionet e tjera të reja në Europë janë bërë kompetitore sa I takon pushimeve të shkurtra, jo vetëm në fundjavë, por ndoshta edhe pushime 4-5 ditore për çiftet e reja, por qoftë edhe për familjarët, duket sikur Antalya është gjithmonë destinacioni që të paktën një palë pushime ti kemi në Antalya. Shumë e vërtetë. Sikur është bërë zakon. Është po themi ai themeli I çdo kërkese dhe I pushimeve për klientelën dhe për çdo familje shqiptare, por edhe për grupe shoqërore apo po themi edhe për çifte padyshim. Siç e kemi parë dhe siç vazhdojmë ta shohim, është e faktuar tashmë që Antalya vazhdon të ofrojë atë çka klientët kërkojnë. Edhe nëse sezon pas sezoni, po themi kërkesë pas kërkese ose nisje pas nisje, ka kërkesa patjetër të larmishme, të ndryshme, të veçanta, ndoshta nuk I kemi patur herët e tjera. Në Antalya marrim përgjigje dhe klienti e vetmja gjë që ka si po themi si feedback është është okay, jemi të kënaqur dhe kjo ka rëndësi. Jo më kot Antalya dhe preferohet, është ai destinacion në të cilin klientët padyshim gjejnë atë ndërthurjen fantastike të pushimeve, jo vetëm det, resort, por për të gjithë ata që dëshirojnë të kenë pushime pak më aktive, po themi, patjetër përzgjedhja e aktiviteteve ekskursioneve, por edhe po themi eksplorimi I zonave, I qyteteve në të cilët çdo resort gjendet. Kështu që nëse një familje po themi ose klientela në përgjithësi kërkon pushime të veçanta ose edhe pse ka qenë në Antalya,
padyshim që do ndroj resortin, do ndryshoj zonën dhe normalisht do zgjedh sërish Antalian. Duke marrë në konsiderat faktin që tani më Shqipëria gjithashtu është bërë një destinacion i rëndësishëm në hartën turistike të botës, e pa diskutim që vëmendja e shumë prej fshimve tanë është drejt nesh. Disa kërkesa dëgjova së fundi që donin të vinin dhe të pushonin në Shqipëri, grupe të ndryshme familjarësh dhe miq, dhe kur mendonin për një total shpenzimi të pushimeve të tyre për një javë, ku ka diskutim mund të themi që nuk mund të bëjmë asnjë lloj krahasimi qoftë edhe të singjashëm me shërbimin, me all inclusive apo ultra all inclusive që ne gjejmë në Antalya, mund të them që çmimi ishte disa herë më i lartë. Nuk po e tham se sa herë më i lartë, sepse kjo pa diskutim është në varësi të resortit, por ishte disa herë më i lartë se sa resorti më ekonomik në Antalya. Kështu që sa i takon e bëra këtë parantezë për të kuptuar edhe le të themi rritjen e çmimeve që ka ardhur në këtë sezon dhe sa justifikuar është dhe sa po përqafohet nga klientët, apo në të vërtetë nuk ka një rritje të tillë dhe e gjitha ka ngelur si një prototip. Shumë korekte paranteza e bërë nga ana e jote Lefti. Patjetër që unë kam përmendur në çdo takim tonin dhe sezon pas sezoni, rritja e çmimeve është e pashmangshme, sidomos në industrinë e turizmit, ku faktorët të cilët punojnë së bashku dhe duhen bërë bashkë për të arritur në një po themi shumatore të pëlqyer dhe të përballueshme, le ta themi në këtë mënyrë, për një klientel patjetër që ndryshojnë vit pas viti. Ne këtë vit edhe në takimet e tona të mëparshme kemi përmendur faktin e situatës krijuar nga pjesa e luftës dhe padyshim që nuk mund të lihet pa përmendur apo të anashkalohet. Është një faktor të cilët dhe klientët vetë na e kanë vënë në dukje. Çfarë po bëjmë ne si VAS për të ardhur po themi sa më butë dhe sa më këndshëm për sa i përket anës financiare ekonomike te klientët. Padyshim, një ndër faktorët kryesor janë bashkëpunëtorët tanë, operatori ynë në Antalya, absolutisht me suportin, me mbështetjen, me të gjithë komunikimin dhe padyshim lidhjen dhe raportin me hotelet. Normalisht kemi arritur dhe vazhdojmë të kemi një po themi vlerë të pushimeve të cilat në bazë të rezervimeve dhe kërkesave që kemi deri më tani, normalisht janë pritur shumë mirë nga klientët. Siç e thash, VAS nuk mohon apo nuk anashkalon faktor apo arsye të cilat padyshim që një klient i përsëritës në Antalya i bën përshtypje dhe patjetër të bën krahasimin që unë sezonin e kaluar për të njëjtat data, nuk po themi për të njëjtën hotel, kam arritur të shpenzoj këtë vlerë për pushimet e mia all inclusive ose ultra all inclusive dhe të lutem do më shohësh diçka të atill. Dhe në këtë pikë të diskutimit padyshim që dhe ne me klientin jemi transparent. Padyshim që ne do bëjmë më të mirën për të ardhur tek ju dhe për t'ju ofruar atë çka ju kërkoni, por normalisht nuk duhen lënë këto po themi pikat kryesore dhe arsyet faktorët që ndikojnë në rritjen e çmimeve. Unë di që prej janarit ose shkurtit i merresh tani më edhe me rezervimet e early booking, të cilat nisin edhe pse ndoshta mund të ketë pësuar një stepje apo një stopim në një moment të caktuar për shkak të situatës gjeopolitike, por pa diskutim që gjarkat tani më janë qetësuar, situatat janë qetësuar, duket sikur është lënë shumë pas historia e luftës edhe pak propaganda në media është qetësuar gjithashtu nga ana tjetër dhe vjen aromë pushimesh, cilat nga zonat e Antalyas deri më tani janë preferuar më së shumti dhe ndoshta edhe nisur nga të gjithë informacionet që ti ke lidhur edhe me resortet e reja që janë shtuar në shportën e VAS-it, cilat nga zona ti do të rekomandoje më shumë te klientë. Padyshim ne kemi thënë që Antalya është gjithëpërfshirëse, pra në çdo zonë ne marrim kërkesa dhe rezervime. Në bazë të çfarë kemi rezervuar dhe vazhdojmë të kemi kërkesa, do të thoja që zona e Kemer dhe Side këtë sezon besoj që do mbizotëroj në pjesën e kërkesave dhe rezervimeve për arsye sepse produktet në të cilat ne i kemi integruar, i kemi shtuar në sistemin e VAS janë produkte të cilat klienti mund të shkojë themi ne kështu së mbyllur
dhe nuk do të pendohet për atë çka do të marrë si shërbim, si cilësi, si akomodim dhe çdo kërkesë e përmbushur për klientët tanë. Mendoj padyshim Kemeri mbetet një ndër zonat më të kërkuara, sepse ngjasimi pak a shumë me Bregdetin ton jugor normalisht e bën edhe pak më, po themi, pak më të përqafueshëm. Zona e Alanias dhe Belek patjetër që po. Kemi disa produkte shumë të mira si në Belek, ashtu edhe në Alania, të cilat edhe për klientët budget, po themi, ofrojnë ato pika për të patur pushime komode cilësore. Sepse padyshim ne kemi thënë në VAS puntojnë gjithmonë të jetë i pari siç është në standarde në cilësi. Kështu që normalisht edhe përzgjedhja produkteve është bërë pikërisht mbi bazë të këtyre kritereve. Lara pastaj për të gjitha familjet, sidomos familjet me fëmijë të vegjël, është ajo zona, po themi, që preferohet përveç se për gjallërinë që ka si qytet, por edhe për distancën ndaj aeroportit. Do kemi miksim padyshim, siç e kam thënë, por parashikimet e mia janë për Side, Kemer edhe Alania. Sako, cili është resorti që do të kemi sot në vëmendje tek oferta e ditës? Cilin ke përzgjedhur nga shporta e madhe tani më? Kam zgjedhur një ndër resortet që padyshim unë mendoj dhe po e bëj pak edhe si thirrje për të gjitha agjencitë tona partnere që na ndjekin, por edhe klientët padyshim. Një ndër resortet të cilët duhet ta bukojnë patjetër. Bëhet fjalë për Fashion TV Lux Resort, ndodhet në zonën e Kemer, një resort totalisht i ri, një resort ku ndërthurja e luksit me shumë finesë dhe komoditetit gjithashtu të bën të ndihesh si në shtëpi dhe të mos largohesh për asnjë çast. Fashion TV Lux Resort është vendosur në mes të gjelbërimit të Kemer, me akses direkt në det, pjesa e dhomave në sistem agjencitë tona partnere, por edhe klientët do i gjejnë të nominuara të përshkruara me Pearl Room, për arsye se dizajni i tyre është i gjithi i bardhë, ashtu siç është perla e pastër, e qartë, ashtu edhe shërbimi dhe luksi fin i dhomave të Fashion TV Lux Resort po i pret klientët. Normalisht natyra, patjetër eleganca që është bërë çdo prekje në çdo ambient të Fashion TV, pjesa e kulinarisë, pjesa e cilësisë së shërbimit ishte një ndër pikat kryesore të cilët ne e vërtetuam dhe agjencitë tona partnere të cilat e vërtetuan dhe e provuan nga afër. Fashion TV Lux përveç të gjithë këtyre pikave që unë përmenda, nisur nga 29 maj nisje charter dhe me nisjet e muajit qershor do të ketë dhe vazhdon të ketë në sistem një çmim super preferencial, promocional, për vetëm 999 euro për person, kështu që unë lefti të sugjeroj sa të mbarojmë ofertën të vazhdojmë rezervimin edhe për ty. Mendoj që në Fashion TV Lux Resort klienti do të gjejë, thash, madhështinë të ndërthurur edhe me klasin, edhe me cilësinë, me standardin dhe komoditetin dhe qetësinë e pafundme. Në fakt, nëse do ta identifikoja Fashion TV me një karakteristikë, do të ishte qetësia dhe eleganca, sepse qendrhyrja në fakt dukej si një resort gjigant, por nga ana tjetër shumë kompakt, shumë i thjeshtë për tu aksesuar në të gjitha zonat, qoftë tek pishinat, qoftë tek deti, amfiteatri që ishte gjigant dhe jam e bindur që edhe sipas postimeve që Fashion TV Lux Resort ka bërë së fundi do të ketë disa aktivitete për gjatë gjithë verës. E vërtet. Edhe ata dinë se si ti bëjnë aktivitetet, kështu që shumë e lumtur që tani më është pjesë e shportës së VAS dhe jam po ashtu shumë e lumtur edhe për secilin prej klientëve dhe çdo nga audienca jonë e cila do ta përjetojë nga afër sepse
kam përshtypjen që njëjtë sikur ne do t'i lërë ndjesinë që do dojë të rikthehej. Absolutisht. Për këtë jam më se e sigurt. Është dhe një resort gjithashtu i përshtatshëm për fëmijë, sepse duket sikur është një resort vetëm për ata që duan luksin, modën, pasarelat, edhe kanën, por jo, është edhe për fëmijët. Patjetër që po. Normalisht Fashion TV Lux Resort ofron patjetër ambientet edhe për fëmijë, për të gjithë ata që kanë fëmijët e tyre patjetër do gjejnë pjesën e pishinës, pjesën e një ambienti të dedikuar fëmijëve për argëtim dhe pse jo prindrit të rrim pak orë qetësi dhe të shijojnë të gjithë, po themi, madhështinë e Fashion TV. Dhe ishte shumë e këndshme ajo që më tha menaxherja e resortit që në fakt duket sikur jemi vetëm për të rriturit, pra një resort dedikuar të rriturve, por në fakt gjithçka fillon nga fëmijët. Nga fëmijët. Kështu që për fëmijët ata kishin një koncept fantastik edhe me miniklubin, por edhe me argëtimet, kështu që është tik i zgjidhur ky edhe për familjarët. Ishte shumë faleminderit që ishe me mua sot. Ne do të shihemi sërish në episodet e radhës me të tjera resorte. Kështu ne kemi mbërritur në fund me ofertën edhe për ditën e sotme, të dhënat janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, ndaj mua nuk më mbetet gjë tjetër përveç se t'ju uroj pushime të mbara.